Fatkeqësisht, gjatë këtyre viteve, Kosova nuk ka arrit ta ndërtojë një platformë të qartë, nacionale, kombëtare, për ta përmirësuar, respektivisht për me promovu dhe garantu sigurinë e vetë kombëtare, por se është sjell në një rreth të një logjike më klasike të asaj që njihet si përgatitje ose rritje e kapacitetit për siguri kombëtare. Unë besoj që Kosova gjatë këtyre viteve ka humbur një numër shancash që spori të përshpejtoj rrugën e vet drejt NATO-s për shkak të këtyre ndryshimeve globale. Së dyti, ka humbur mundësinë që të modernizoj institucionet e sigurisë. Kosova, sikur se shumë shtete tash që e kanë modernizuar, pra lufta sot nuk është ajo klasike, lufta është me drona, me teknologji informative e të tjera, dhe Kosova e ka humbur hapin në këtë pikë, paçka se është e qartë se Kosova dhe matutje mbrohet prej NATO-s, dhe raporti me NATO-n jo vetëm që duhet të fuqizohet, po ai duhet të detajohet.